E tregova që rrjedha e emisionit sot do t'jetë pak më ndryshe për shkak të bisedës, cilën do ta zhvillojmë pikërisht në pjesën e parë të emisionit mëngjesit, e që zakonisht jemi mësuar që të kemi biseda në pjesë tjera të emisionit. Megjithatë, sot e kemi një mysafire speciale, e cila nuk na vjen në studio, por e kemi në një lidhje të drejt për drejt nga Bostoni apo më saktësisht nga Massachusetts, atje ku është Brenusha Krasniqi Vanmeter, e cila ka dhuruar libra, shumë libra, apo ka bërë edhe një ndërlidhje mes bibliotekës së fëmijëve këtu në Prishtinë dhe bibliotekës publike në Boston. Qysh ka arritur ta bëj këtë? Dhe çka tjetër bën kjo mjeke hulumtuese apo kjo shkencëtare nga Kosova, që ka studiuar për shumë vjet me radhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta kuptojmë tani. Mirë mbrëma për ty, Drenusha, ndërsa nga ne këtu me diferencën kohore, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Agnesa, edhe për mu një mëngjesi hershëm, po pas intervistës do vazhdoj të flej. Gjenë shumë faleminderit për thirrjen. Uroj, ne kemi nisë një ditë të mbarë me juve, ndërsa uroj që edhe ti po ashtu ta kesh një ditë të mbarë. Lutem nëse mundesh me na tregu pak më tepër për këtë iniciativë që ke marrë përsipër, me ndihmu për vendin tënd apo me jep kontributin tënd pavarësisht që nuk jesh shumicën e herave këtu fizikisht. Patjetër. Për projektin Library Project Kosova, apo projekti Librarisë së Kosovës, kam dëgju për këtë projekt në LinkedIn, e kam pa projektin edhe jam inspiruar për shumë për shkak se besoj që Kosova jo që ka vetëm nevojë për me nxit një dije, një dashuri për dije dhe një dashuri për lexim, por edhe për hapësira publike të cilat kanë jo vetëm libra, por edhe hapësira për aktivitete ku fëmijët munden të shkojnë pas shkollës ose të vazhdojnë detyrat, edhe pastaj kam kontaktu një prej themeluesve të këtij projekti që është Ardiana Selimi, e cila pastaj më ka qitë në kontakt edhe me themeluesen tjetër Kristale Rama, edhe pasi që kemi diskutu taman të gjitha qëllimet e projektit, si që përmena është jo vetëm me ndërtu hapësira dhe me pas libra të cilët janë të aksesum për fëmijëve, është edhe me i trajnu mësuesit si të mësojnë leximin si një aftësi, pasi që leximi duhet të mësohet edhe dashuria për leximin nuk është diçka që të gjithë e kanë, kështu që sa më herët që të fillojnë mësuesit ta nxitin këtë dashuri, kaq më shumë shancat janë që studentët vazhdojnë të lexojnë edhe të zhvillojnë një aftësi të mendimit kritik. Edhe nëpërmjet kësaj, pastaj kam qenë në kontakt me një prej librarians këtu që është bibliotekiste këtu në Spitalin e Syrit dhe Veshit ku punoj te shkolla mjekësore e Harvardit. Ajo është pjesë e, si që the, Boston Public Library, edhe ka pas shumë librari të cilat kanë qenë të gatshme të dhurojnë libra për fëmijët, të cilat tani janë poshtë në katin tjetër këto në shtëpinë time. Edhe do vazhdojmë kam kontaktu shumë shipping companies, edhe një kompani nga Shqipëria do jetë e gatshme që t'i bi këto deri këtu prej Massachusetts, po deri në Prishtinë, deri në besoj që janë në vushtrit Kosovës, janë në Prishtinë do të më rrinë librat pas disa jave. Po, shumë kënaqësi që dëgjojmë dhe që shohim një kontribut të tillë, na trego pak çush ndihesh, sepse nuk është hera e parë që vlerësohesh prej personazheve apo fytyrave publike dhe këtu në Kosovë, çush ndihesh kur bëhet i njohur kontributi juaj? Spari është respekt i madh, po e dyta është që shumica këtyneve iniciative nuk i kam fillu që të marrë njohje apo të tjerët ju ta njohin këtë iniciativë, po këto sa ne i bëj për shkak se besoj që edhe tjetë nëse i shohin këto, e din që njerëz edhe shqiptarë që jetojnë edhe jashtë Kosovës edhe Shqipërisë janë të mundu me bo ma të mirën që me ndihmu të tjerëve në Kosovë. Edhe besoj që kjo është shumë e vogël se ka shqiptarë që kanë ndihmu Kosovën edhe Shqipërinë shumë ma shumë se unë. Po janë shumë e nderume që ka pas edhe emisionet të tjera ku kanë folë për këto iniciativa, edhe personazhe si që personalitetet tjera publike që kanë falenderu për këto iniciativa. Është ndjehem shumë e mirë pas
pasi që unë e kom pa prej që kom ardhur jo vetëm këtu në Amerikë, po edhe kur kam qenë në shkollë të mesme në Gjermani, që ne jemi shumë taft, edhe kemi shumë me ato mundësitë e vogla që i kemi ne i bojmë më të mirat, ne jemi më shumë se 100%, i japim 110%. Kështu që vetëm këto mundësi i duan shumë edhe tash po shoh shumë persona dhe studenta që po fitojnë bursa në Kosovë dhe që po vazhdojnë studimet, edhe më bën mundi shumë të lumtur e shpresoj që gjithë këta persona të vazhdojnë me kontribu në Kosovë, siç e jo vetëm fizikisht, po edhe prej vendeve të tjera remote ose në këto mënyra siç Library Project Kosova. Uroj që të bashkohen apo dhe të vazhdojnë këto nisma të tilla dhe tek personalitetet të tjera. Gjatë kohës kur po flisje, anash kemi edhe foto të cilat shfaqen gjatë kohës së studimeve, ndoshta edhe disa vjet më parë, por edhe tash duke vijuar. Na trego pak për shkollimin në Harvard, na trego pak për bursat, na trego pak për neuroshkencën apo mjekësinë hulumtuese, çka saktësisht po bën Renusha atje? Unë këtu në Amerikë jam që prej vitit 2017, kur kam ardhur këtu, jam shvendos në Indiana, është një state tjetër i Amerikës se sa Massachusetts, jam kogja larg, është një 15 orë larg me makinë. Atje kam studiu biokimi dhe kam bërë shumë kërkime shkencore, edhe pjesa kryesore ka qenë në neuroshkenca. Studimet kërkime shkencore kanë qenë në rigjenerim të shtyllës kurrizore, po në modele të kafshëve. Tash, prej vitit 2021, punoj në Spitalin e Syrit dhe Veshit të Harvard Medical School, edhe ku punoj për studime të rigjenerimit të nervit optik, edhe studioj sëmundje verbëruese të syrit. Këto sëmundje janë sëmundje që ndodhin shumë shpejt, nuk janë sëmundje progresive, kështu që janë shumë kur pacientat i kanë këto sëmundje është shumë e vështirë për ta, për shkak se humbin shikim brenda natës. Kështu që jemi duke studiu pse ndodhin këto sëmundje, terapi për këto sëmundje, si dhe jemi duke ndërtu strukturën e vaskulaturës në 3D të nervit optik të njerëzve, e cila nuk është bërë më herët. Pas këtij, kur përfundojmë viti shkollor tash, në qershor ose në korrik, do vazhdoj të zhvendosem në Ohio, që është shumë afër tash, ku kam qenë në Indiana, që të vazhdoj studimet mjekësore në shkollë mjekësisë. Uroj që me të shku sa ma mirë edhe mbar, edhe pse nuk kam dyshim për këtë pjesë. Megjithatë, çdo herë kur jemi në studime ose një rrugtim pak më gjatë edhe pak më të vështirë, na nevojitet patjetër edhe një mbështetje e fortë. Kush është krahë yt i fortë? A i ke familjen afër apo janë këtu në Kosovë? Na trego pak edhe për këtë pjesë. E gjithë familja ime është në Kosovë. Unë kur kam lënë Kosovën në pas vitit 2 të shkollës mesme, kam shku vetë në Gjermani, po familja ime ka qenë një prej mbështetësve kryesor, sidomos nana edhe vllau. Ata kanë qenë gjithmonë me mu, për mu, edhe unë kam qenë me ata, për ata, edhe pse vitet e fundit ka qenë pak e vështirë për mu me udhëtu në Kosovë për shkak çështjeve të imigrimit. Vitin e kaluar kam ardhur 2 herë në Kosovë dhe jam shumë e lumtur për shkak se para se me vdek gjyshja e kom pa dhe gjyshen në korrik të këtij viti dhe jam shumë e lumtur që kom mujt me pa para se me vdek ajo. Tash këtu në Massachusetts edhe në Amerikë kam bashkëshortin, kam edhe macën time, po edhe shumë shok edhe kolegë të tjerë që janë në të njëjtën pozitë siguron që janë emigrant prej vendeve të ndryshme. Kështu që nuk ndihem vetë, po shpresoj që të vazhdoj të vizitoj Kosovën sa më shumë për shkak se normal që familja mund kanë tepër shumë. Patjetër që po, dhe distanca pak më e madhe që ekziston mes Amerikës dhe Kosovës, se bën edhe pak më të vështirë ardhjen, patjetër duke marrë parasysh edhe rutinën edhe punët që gjithë secili ka, megjithatë uroj që të kemi sa më shpesh këtu në Kosovë, edhe uroj që kemi pas një ditë sa më të mirë, një vit sa më të mirë, dhe shumë faleminderit për krejt informatat që i ke nda me ne dhe kohën që ke kushtu drejt kësaj interviste.
Shumë faleminderit Agnesa, më vjen shumë mirë që më ke ftu edhe kur e kom pa mesazhin prej teje, më ka ardhur shumë mirë për shkak se nëse mundi me përmend, na kemi qenë në të njëjtën shkollë fillore në Fajkonica, edhe motra jote Erza ka qenë shumë shoqe e mirë e vllaut tim, kështu që më vjen shumë mirë që mundemi me vazhdu këto lidhje, jo vetëm lidhje personale, por edhe profesionale. Shumë e vërtet. Madje edhe ndihemi shumë krenar, jo vetëm për faktin që një kosovare apo një shqiptare nga Kosova ka arrit kaq shumë, por merrem me mend tash edhe kur e njohim edhe kemi qëndruar edhe kemi ndajt bashkë me Drenushën, është edhe një ndjenjë krenari edhe shumë e madhe. Andaj turoj nga zemra shumë suksese. Faleminderit për paraqitjen. Shumë faleminderit edhe mu shumë faleminderit nga zemra. Ju dëshiroj shumë suksese jo vetëm ty, po edhe emisionit sot KTV-s, edhe ju dëshiroj gjithat mirat. Pa që një ditë shumë